Përshëndetje. Ndjekës të storit, mirë se vini tek faqja jonë. Unë jam Plotila Arka. Jemi sërish të shtunën live me një personazh të famshëm. Do thoni ju kush është ajo? Është një blogere shumë e famshme, domethënë le ta quajmë blogere sepse e ka nisur si Miss, si prezantuese, si modele, biznesmene, por blogere i përmbledh të gjitha. Është shumë e njohur, quhet Armina Mevlani. Është kënaqësi për mua sepse unë Arminën e njoh shumë herët që kur ishte adoleshente, por më shumë do flasim tani me Arminën. Sapo Armina të hyj në live-in e revistës Story dhe ndjekësit tanë dhe të Arminës të bashkohen. Shohim të lidhemi me Arminën. Kemi shumë për të folur sepse Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, ti si je? E bashkë kishim kohë pa u parë. Po, e vërtet, po tani u kujtova, u bëra një kështu rikthim në kujtesë që më kujtuaj që unë kam bërë kopertinën tënde të parë si vajzë showbizi. Po, që tek Misi. Jo, ka qenë përpara Misit, në fakt. Para Misit, edhe ka qenë një titull i tillë që tani showbizin ekrane do i pushtoj unë, po që i pushtove vërtet. Po. Ke qenë vizionare. E vërtet. Si jeti, si kalon? Mirë, shumë mirë. Në fakt, sot ishte kështu një moment që ndoshta mund t'isha diskutuam bashkë, mund t'isha në plazh dhe e kanxhelova, jo vetëm për intervistën, por faktikisht sepse më kanxheluan planet dhe është perfekt kur jam në zyrë se unë dua vëmendje, do t'jap vëmendjen 100%. Kështu që Po pra, je në zyrë, se po shoh aty pas teje, po shoh marka, korniza, foto, vlog. Dhe thash ku je, kujtova se ishte në një ambient në shtëpinë tënde. Si ishte kjo karantina jote, sepse duke qenë se je mësuar modë time gjithkohës, duket sikur të burgosën pa pritur, si e përjetove? Faktikisht, me thënë të drejtën, për një njeri që unë gjitha marrëdhëniet e punës i kam krijuar jashtë, pavarësisht se është shumë e vështirë që shumë djegës ta kuptojnë pse, unë të gjithë të investimin e ustimeve dhe pjesën e të qenurit e pranishme në vende i kam pasur pikërisht sepse kam një projekt, kam një plan në kokë përveç se bashkëpunimeve për Instagramin dhe për dyqanin sigurisht. Dhe shumë projekte, domethënë, mbetën pezu, por nga ana tjetër e kam mësuar jashtë masë shumë. Sepse sinqerisht isha shumë e lodhur duke udhëtuar dhe me gjitha angazhimet dhe ai një muaj e gjysmë që kam mbetur në shtëpi pa çka stresit që bizneset mbetën pezull, dyqani, projektet. Në fund të ditës kam thënë kështu, domethënë o Zoti i Madh, më në fund do rri në shtëpi. Po pra, në fund të mirë që ndodhi diçka kështu e pa planifikuar që të paktën të mendonte për pushimet e tua. Edhe Zeni kam përshtypjen që u knaq më shumë apo jo? U knaq, po. Faktikisht Zeni macet sepse kam kaluar kohë më shumë se kurrë në shtëpi dhe kam bërë palestër çdo ditë, bëra një dietë. Jam marrë me pjesën e trajtimeve të fytyrës, kam parë shumë filma të cilët i kisha në listë për t'i parë, kam lexuar libra të cilat gjithashtu i kisha në listë dhe gjithë kjo gjëja më shërbeu për mirë dhe jam e bindur që shumë njerëzve ka shërbyer për mirë, sepse në fund të ditës është, le të themi, një kohë për veten tënde që kishim harruar ta jetonim sepse gjithçka po ecte shumë shpejt. Ishte në fakt një lloj stopimi edhe për të reflektuar. Po, ka qenë shumë i mirë, me thënë të drejtën. Do me thënë, siç ka anët e mira, ka dhe anët e këqija kjo gjë. Dhe për mendimin tim, personalisht mendoj që, le të themi, duhet kjo lloj, edhe për natyrën, edhe për ne, për kafshët, për gjithë. Sepse jeta po ecë shumë shpejt dhe tani ka ardhur një moment që edhe në modë ose edhe në industri të tjera po flitet për pjesën që ndoshta shumë gjëra duhen ndryshuar sepse gjithçka po ecë shumë shpejt.
Po, realisht ke frikë nga korona? Se po dëgjojmë tani që edhe njerëz që pak a shumë i njohim kanë rezultuar pozitiv. Të Trump? Me thënë të drejtën, kam një bindje që e kam kaluar, ndoshta që në fund janarit ose në fillim të shkurtit, sepse kam udhëtuar në Milano për punë dhe ishte një kohë që në Wuhan po bëhej nami. Dhe kur jam kthyer madje i kam thënë miqve që do të thonë edhe Zenit që si ka mundësi që nuk mbyllin kufijt sepse është skandaloze kjo pjesë që njerëzit po udhtojnë, do të thënë në këtë formë po vinë njerëz nga Kina ndërkohë që aty po bëhet nami do përhapet shumë shpejt. Dhe të gjithë më thonin jo, nuk përhapet, e ke parasysh e morën shumë kohë. Ndërkohë që unë me veten time kam arsyetuar gjithmonë që duhet mbyllur. Që në atë kohë kur u përhap në Kinë dhe mendoj që kam kaluar sepse unë kalova një javë me një temperaturë jashtëmase shumë të lartë dhe me një dhimbje trupi që ishte e tmerrshme. Pavarësisht se unë në mars u testova, sepse prap udhtova dhe kur erdha u testova, gjithashtu bëra edhe pjesën e antikorpeve. Por antikorpet nuk janë të sigurta sepse thuhet që ky virus nuk është si gjithë tjerët, pra nuk është virus që krijon imunitet. Dhe kjo gjë është domethënë ajo që ndoshta pak më trëm. Po më shumë se sa për veten time, sepse mendoj që ne jemi të rinj dhe fal Zotit s'kemi probleme shëndetësore, komplikacione, po shqetësohen për prindrit më shumë. Në fakt është një problem. Çfarë po bën tani për të qëndruar sa më larg? Apo je futur jetës intensivisht, biznesit, punëve? Më thënë si e rikthyer pas karantinës? Me thënë të drejtën, me shumë kujdes, do më thënë në dyqan, gocat janë me maska me doreza, më mbajmë distancë me klientët. Misht i takoj, do më thënë, po vetëm misht më të ngushtë që do më thënë e di pak a shumë aktivitetin e tyre dhe mundohem me prapë që të kemi një farë distancë. Nuk është se është e thjeshtë. Duhet mbajt gjithkohë dezinfektojmë duart në janë rjepur. Po pra. Më thot dikush te komentet që ka bërë buzët të lutem, i urrej këto gjëra dhe nuk do t'i bëja kur buzët. Kështu që sepse Armina kështu i ka pasur buzët gjithmonë, mos thot askush. Po. Do të thënë ti kështu ke qenë gjithmonë, unë të njoh që të vogël. Po. Por ndërhyrje mos thot askush. Fare. Po. Sepse jo, unë mendoj që njerëzit duhet mirëmbahen, po seriozisht nuk e perceptoj dot që të bëj buzë se kam shumë frikë që do të thënë të bëj këto lloj ndërhyrësh dhe mund të dalë, të transformohen, nuk e perceptoj fare, kështu që as mos u lodhni se do t'i bëj kurrë. Po nuk është çudi se ndonjëherë edhe kur bën grim, do të thënë nuk shkon mirë grimi dhe dukesh skandal, imagjino. Unë sot thjesht kam fjetur shumë, e kupton, dhe jam e ëndër se kam fjetur. Je relaksuar, po, je relaksuar dukesh sepse është e shtunë. Gjatë sa periudhës së karantinës, domethënë direkt pas saj, pam që postove një klip bardhëzi që i ngjasonte një filmi. Ku ti ecje si Monica Bellucci tek filmi Malena. Sa ishte ky projekt dhe ke menduar ndonjëherë që të bësh pjesë kinema? Dhe me që se i ke provuar pak a shumë të gjitha. Ideja është që për pjesën e kinemas, mua më kanë thënë gjithmonë për featuret e fytyrës që i kisha domethënë për këtë gjë. Dhe madje unë që kam qenë tek Misi, kam marrë disa oferta, por unë jam trembur shumë dhe nuk i kam përdorur sepse kam qenë 18 vjeç për 19 vjeç dhe thjesht doja të kthehesha në shtëpi tek prindrit e mi dhe nuk e perceptoja që njerëzit më jepnin kartë vizita për punë ose për projekte, se më tremte si ide. Për pjesën e filmave prap vazhdoj që të kem disa oferta, domethënë që më janë bërë në Shqipëri dhe jashtë. Dhe mendoj që do filloj ndoshta t'i arsyetoj si të mundshme, por nuk është se ka qenë pika ime ose ëndra ime kryesore që të marr pjesë në një film, domethënë unë gjithmonë jam fokusuar tek bota e modës, sepse ajo gjë më ka tërheq pafund. Po ndoshta mund ta provojnë nëse është një gjë shumë interesante. Filmi ka qenë një projekt që është bërë vjet faktikisht për Dolce Gabbana, sepse si gjithë bashkëpunimet e tjera ata mua më patën sjell fustanin, parfumin light blue, bijuteritë, çantën, gjithçka si dhuratë. Duke rënë dakord që unë do t'i bëja disa postime në Instagram, por edhe një video. Postimet u bën, domethënë vjet, kanë qenë photoshoot që është postuar në blog dhe në Instagram, kurse video nuk e kisha postuar, nuk e di pse, domethënë duhet ta kisha bërë, duhet isha më korrekte në këtë pjesë, thjesht nuk e kisha postuar dhe e gjeta në kompjuter gjatë kohës karantinës që ups, okay, ka qenë dhe kjo dhe unë kisha harruar të postoja, kështu që e postova tani. Ishte shumë e bukur edhe mediat ishin marrë me idenë që një djalë që ndjek Arminën dhe ajo hedh shallin me anën, si thuash ato të joshjes.
A ideali është model italian apo shqiptar? A ideali është model shqiptar. Nuk është thjesht një aktrim. Faktikisht unë e bëj dhe këtë pjesën, e kam shumë qef pjesën artistike, idetë artistike, sepse dhe në revistë këtë punë kam pas bërë, që gjithmonë organizoja location, vendin, veshjen, moodin. Kjo është faktikisht një talent që unë e kam timin pjesën që e kam dhe pasion. Më pëlqen shumë që të bëj setupin e filmave ose seteve fotografike. Më pëlqen shumë të futem brenda një ideje, të gjej këngët e tjerë dhe është tamam si regji filmin, domethënë dhe në njëherë them, okay, mos do të ishte kjo ajo që do të kisha bërë vërtet sepse është pasion, është pasion. Nuk je vonë, mund të hysh edhe tani, nuk je vonë fare. Jo, nuk jam vonë dhe e kam shumë pasion. Do më thonë, edhe regjine e ditëlindjes, le ta quajmë kështu, të asaj festës me motive orientale, sepse sa ke festuar ditëlindjen, edhe 100 të bëhesh. Faleminderit. Sa vjeç? 29. 29. Më thonë, nuk e ndryshuar akoma prefiks. Jo. Do më thonë, si ishte ideja për të bërë një festë të tillë, aq të ngrohtë kështu si këto telenovelat latine, apo jo? Jo, faktikisht ishte Marok, Marrakesh, vitet 70. Ideja ishte sepse unë gjithmonë ta thash që kam fiksim këto gjëra dhe dua të gjej gjëra që i përshtaten kohës, duke qenë se nuk do ftoja shumë veta, ishte diçka shumë private, vetëm prindrit, 2 kushërin shumë të afër dhe le të themi 3-4 shoqet më të ngushta. Bëra diçka që ishte shumë private. Gaia Events faktikisht më ndihmoi që të bënim setupin dhe jam shumë e kënaqur sepse ishte shumë të thjeshtë dhe të talentuar për të punuar dhe bëra këtë formë sepse po thoya, okay, çfarë mund të bëj diçka që të jetë edhe thjesht po dhe e bukur, çfarë mund të jetë diçka që mos jetë thjesht për shembull një drek hipi që është shumë e parë me lule, po diçka që të ketë një temë brenda dhe mendova Marokun vitet 70 ka qenë kulmi i festave, Saint Laurent që organizonin, kam shumë idhuj që domethënë në vitet 70 kanë qenë aktor ose designer mode që në Marok festonin gjatë gjithë kohës dhe jetonin aty. Dhe njihej domethënë që ishte si themi Maroku opiumit, quaj, sepse ato konsumonin droga, alkool, po në formë shumë të qetë, shumë chill. Edhe unë thash, okay, atë gjë nuk do ta bëjmë si konsum, po pak të kemi një kështu ndërrim, sikur jemi në Marokun e viteve 70. Sikur, po ça pit, si erdhët në qef, sepse dukesh shumë në qef me postimet që bët. Pavarësisht se unë jeni të thash. Jo, do ta postoj në foto, po ideja është ka qenë aty sigurisht se s'mund të mungonte. Thjesht Champagne Moet and Chandon, duke qenë se jam të ambasadore. Po, jam ambasadore. Po. Për Shqipërinë, domethënë jam personi që i kam përfaqësuar. Po prindërit e Zenit të nderuar? Jo, ne kemi bërë një drek me familje. Prindrit e mi thjesht kaluan, sepse Beni është shumë qefli dhe nuk mund të mungojnë në festat që unë organizoj. Normale, e di, edhe mami dhe babi ashtu janë. Janë shumë rinor. Shumë. Po, pash që bëje lëvizje shumë të bukura, ke marrë kurse kërcimi, apo do më thënë ke qenë që e vogël, je marrë me kurse, sepse kërcej është shumë bukur realisht atë lloj kërcimi. Jo, faktikisht ideja është e tillë që unë e vogël merresha me balet që në moshë shumë të vogël nga mami, sepse mami kishte këtë pjesën që bënte kurset edhe dans sportiv, apo jo? Po, dans sportiv, po edhe kishte një farë periudhë kur unë kam qenë klas 2 që merrej me kurse private për balet klasike dhe unë isha gjithmonë bëja detyrat edhe futesha në kurs. Dhe le të themi që kam 3-4 vjet, domethënë jam marrë me këtë pjesë që në moshë shumë të vogël. Pastaj duke u rritur me gocat e baletit, me gjimnastradën, gjithmonë përfaqësonim Shqipërinë në vende të ndryshme të botës, me mamin, me ustimen, Vjenë, Bregenz, kanë qenë Suedi shumë vende, të cilat unë uftoja dhe kërceja me ato sepse kisha pasion. Dhe ka qenë gjithmonë pjesë e jetës time, unë dhe sot ushtrohem që bëj salsa, bachata, vazhdoj e mbaj pjesën e kërcimit. Ndërkohë që ti kërcej ashtu, vërshonin komentet se u fol për një shtatzani në fakt. Ti e mohove. Ti është puna. Jo.
A mua më kanë bërë shtatzana shumë herë, domethënë sa që seriozisht nuk e di. Unë faktikisht nuk absolutisht nuk jam, sepse do dilja do e thoja nuk është një gjë që mund ta mbash fshehur. Thjesht problemi është ky, kur një njeri vuan për shembull nga irritable bowel syndrome, dhe në momentin e parë që unë mund të haj diçka që më bën alergji, mua më fryet barku dhe më ka raste që më fryet jashtë mase shumë. Dhe domethënë një vit për shembull kam pas shumë problem sepse për gjatë gjithë verës vuaja nga kjo gjë. Dhe isha shumë e dobët në peshë, por thjesht kisha këtë lloj fryrje për shkak të ushqimeve që konsumoja. Dhe nëse unë ha një pjatë makarona për shembull që janë me gluten, unë është e sigurt që do kem këtë lloj fryrje. Dhe njerëzit pak shohin diçka të vogël në foto dhe thonë, "Oh, është atzan", sepse intereson që të kenë lajme mediave. Po kaq. Po normal. Po kur do bëhesh mami, e ke ndar mendjen, ke bërë një plan se e dim që çiftet modern sot e planifikojnë shtatzanin. Ardhjen e bukur. Po, unë mendoj që si fillim duhet martohem, sepse unë i kam qef të bëj gjërat në kohën me radhë. Je tradicionale, fejes, martes, fëmijë. Po, dhe thjesht e kam shijuar këtë kohë, mendoj që të dy e kemi shijuar shumë, sepse jemi fokusuar në gjërat, projektet që na pëlqen të bëjmë. Unë faktikisht do lançoj një projekt shumë shpejt, po për shkak të kësaj periudhe do shtyhet ndoshta një vit e gjys. Dhe le të themi që mbeti pezull. Unë thjesht dua, nuk është se kam një plan për pjesën e fëmijëve, sepse unë jam ende e re, domethënë nuk ka diçka që mua më nxiton me patjetër, sepse kohët kanë ndryshuar. Thjesht dua që në momentin që unë kur të kem fëmijë në jetën time, dua që t'i fokusohem, dua që t'jem realizuar, dua që t'jem dikush që disa objektiva që i ka realizuar, i ka vënë në vit paktën, jo që t'jetë në suksesin maksimal, por t'i vej në vi. Dhe unë mendoj që jam duke punuar për objektivat e mia. Dhe mendoj që në momentin që fëmia do vinë në jetën time, unë do jem pak më realizuar, le të themi, profesionalisht. Dhe sigurisht përpara kësaj faze do jetë martesa. Nëse diçka do ndodhi, sigurisht që është një gjë e mrekullueshme dhe do jetë, mund të ndodhi, më kupton, dhe do jetë një lajm super i bukur. Por si planifikim do kisha dëshirë që të bëja një herë dasmën dhe këtë projekte. Po dasmën kur, se u fol që do diskutoj, po u shty për shkak të Me thënë të drejtën është e vërtet, shumë angazhimet pjesës organizimit dasmës më janë shtyrë, sepse fustani im ishte duke u dizenjuar nga një designer, domethënë i famshëm i huaj, dhe gjërat mbetën pezull, por për mua nuk është se kisha përcaktuar një datë ose nuk është se kisha përcaktuar diçka, thjesht e mendonim që okay, nëse arrim të organizojmë gjërat do bëhet dhe do e publikojmë, por nuk u bë për shkak të këtij bllokimi dhe le të themi që u mor me sportivitet për sa kohë nuk kishim përcaktuar një datë. Fustani do jetë i personalizuar dhe do jetë vetëm një fustan? Domethënë do jenë disa, besoj, se unë e di që unë i kam shumë qef gjërat e modës. Por nuk është se, domethënë kryesori sigurisht do jetë i personalizuar. Dhe ja kohë që kam bërë biseda me shumë dizajner që domethënë kush mund të ishte personi i dur që mund të realizonte atë që unë dua, sepse edhe fustani nuk është se pëlqej diçka shumë tradicionale, le të themi. Po, do jetë diçka ekstravagante apo jo? Diçka klasike dhe miksuar me jo ekstravaгаncën, por miksuar me gotikën do më pëlqente, sepse ashtu e perceptoj. Të bëjnë një pyetje për dasmën, se më duket si do jetë dasma juaj, se jam kurioze, do ketë aty edhe politikan, nisur nga fakti i familjes së Zenit, si do jenë miksuar të ftuarit, si do ja bëni me të ftuarit? Do jenë aq të miksuar sa që mua kjo e dasmës do më thënë që duhet të ftojmë njerëz sepse kemi dhe shoqëri të zgjeruar dhe njerëz që na lidh puna etj, do jetë e madhe, kështu që nuk prandaj dhe unë nuk kam nxituar që ta bëj sepse është diçka që do pak organizim, dhe sigurisht që njerëzit që mendon edhe ti ose që të tjerët mendojnë që do jenë aty, do jenë patjetër, sepse ne do shkonim për diçka shumë private, ose për diçka shumë të madhe, sepse nuk mundet të ketë një të mesme. E kuptoj, duket sikur jeni ai çifti i dashuruar në maksimum romanca juaj dhe mos gaboj ju pak a shumë po i bëni 8 vjet bashkë apo jo? Po. Në vjesht. Si ka mundësi që më dukeni njësoj si ditën e parë kur ne kemi publikuar lajmin e parë që ishit bashkë?
E para, Mbani gjallë kapin pasion. sekundën. Po, patjetër. Patjetër, nuk Okej. po marrë më sysh jo, se kur s'kan marrë deri tani. Tash edhe na kanë marrë në sysh se grindje kanë gjithë çiftet, po jo marrje tamam. Po çfarë grindesh keni për shembull? Se ti më thua një gjë mua dhe unë hy në të tjera detaje. Jo, Më ideja ndryshon edhe në është pyetje. flasim njërë për pjesën që si e kam rritur. Unë jam një njeri që di falë Zotit, të ruaj shoqërit, marrëdhëniet, të ruaj, domethënë gjatë gjithë kohës që t'jenë të shëndetshme. Sepse unë mendoj që nëse ti je një person pozitiv, e ushqen dashurinë me pozitivitet, lidhjen me dashuri, e ushqen, për shembull, dhe një marrëdhënie miqësore me shumë besim, me shumë dashuri, njerëzit gjithmonë do të ta kthejnë. Është një shprehje që thotë që kur ti krijon një aura dashurie me njerëzit, gjithmonë do marrësh dashuri, përsa ko dashuria jote është e pastër. Dhe sigurisht gabojmë gjithë, sigurisht që gjithë shgënjehemi, absolutisht, dhe në një lidhje shgënjehemi, sigurisht, edhe në një lidhje miqësore ka momente që shgënjehesh, në lidhje dashurore, por problemi është që duhet të dim të falim, duhet të dim që të diskutojmë, komunikojmë me të tjerët, sepse gjithë njerëzit gabojnë, është e pamundur që të gjesh një person i cili nuk gabon. Dhe për sa kohë ti je një person i hapur për të toleruar dhe për të kuptuar, gjithmonë do ketë rrugë për komunikim. Dhe në gjithë lidhjen time, përveç se unë mundohem që ta mbaj me shumë, domethënë përveç dashurisë, me gjëra të reja, biseda konstruktive, gjithmonë kemi diçka për të folur, gjithmonë kemi plane për të ardhmen, e mbajmë lidhjen domethënë shumë, edhe udhëtimet bëjnë mirë sepse sigurisht na merr malli në momentin që unë kthem, ose dhe Zeni kur udhton për punë, kthehet, jemi gjithmonë, domethënë le të themi në një lëvizje, gjithmonë kjo ka shërbyer për mirë. Por përveç kësaj, për pjesën e grindjeve që the, nuk e kam për të them se çdo çift ka ato momentet e veta. Mund të ketë pasur momente për shkakun që ka gjëra që Zeni nuk i pëlqente unë, për shkakun siç mund të jetë vonesa, dhe gjithmonë kjo është një arsye që bëhet sherr shumë i madh, sepse lëm një takim diku dhe më thotë mua që pse vonohesh, kupton? Një rast. Mund të ketë momente që sigurisht mund kemi pasur dhe xhelozi, ëh? Edhe unë mund të kem qenë person që një moment mund të kem der xhelozi dhe mund të kem arsyetuar, okay? Po jo gjëra shumë serioze. Kupton? Nuk ka qenë asnjëherë diçka që ne kemi zënë ose kemi bërë ndarje ose shkëputje. Ke bërë ndonjëherë sjellje të tilla që ke ikur nga shtëpia, e acaruar, e në mrikohet? Jo, sepse e di pse, se sa herë që kam tentuar të iki, gjithmonë më merr çelësat e makinës, edhe në atë moment unë dashurohem nga fillimi, sepse nuk më lëshë të iki. E bukur. Po me që ishin të xhelozia, realisht, domethënë, nuk keni faj, edhe ai për ty dhe ti për atë. E keni atë frikën në veten tuaj që sikur të thotë Zeni, sikur të ma marr dikush Arminën në këto udhëtimet që bën, sa ti ka manjat, ka pasanik, ka njerëz të bukur, model simpatik, që në një moment edhe mund të tërheqin vëmendjen. Le të flasim kështu në përgjithësi. Shiko, ka një gjë, e para që e njohim njëri tjetrin për shumë vitesh. Dhe unë vjetë kam qenë kanë film festival që o do kisha mundësin për të njohur njerëz ose s'ka. Dhe Zeni mua më dha këtë besim për të vetëm në arsye sepse ai njeh. Njeriu njeh ka një problem, e njeh mendjen time dhe mënyrën se si unë funksionoj. Në momentin kur ti ke këtë lloj lirie, e para unë e vlerësoj ashmase që personi që unë dua më thotë okay, për punën tënde do ta bësh dhe bëhet një të gjë për të. Jap këtë liri që sa herë do të udhtoj, ai është i lirë. Pse? Sepse në momentin që unë jam një njeri që di të balancoj gjërat në jetën time, unë nuk kam se të hedh poshtë diçka që unë kam krijuar kaq vite për dikë të cilën unë nuk e njoh. Mua nuk më intereson fare dhe as nuk e kam në mend, sepse vetëm gjë që unë mendoj është që unë kam një shtëpi të ngrohtë, kam dikë që më vlerëson, kam një person që është i kulturuar, kam dikë i cili më besim, për çfarë arsye duhet filloj unë të kërkoj dhe ato njerëz që ti thua janë pikërisht të pasur, ka plot koklavite nëse i futesh kësaj rruge, kanë lloj problemesh që as nuk kanë kuriozuar që ti di. Kupton? Dhe as nuk ka shkuar ndërmend për faktin sepse unë e dua personin që kam në shtëpi dhe kur në momentin kur ti nuk e ke këtë lloj probleme apo boshliku, pse duhet të shkosh të kërkosh vërdall, nuk ke as arsye të bësh xheloz. Të njëjtën gjë e di dhe për Zenin, sepse ai në fund ditës më ka mua, unë e plotsoj. Jam shumë e bindur që kudo që të shkoj,
ai më do mua dhe do jetë me mua, do kthehet me mua, është një besim që krijohet ndoshta gjatë viteve me njëri tjetrin. Boni shumë udhëtime romantike dhe me çfarë të surprizon Zeni zakonisht? Kur ke ditëlindje, për shembull çfarë dhurate të bëri për ditëlindje, nëse mund na e thuash? Po, faktikisht ka qenë një surprizë shumë e bukur, sepse para njërë më mori telefonin se nuk donte që të muronte askush përpara atij. E dyta, në borë më kishte lënë një tuftë madhe me lulet e mia preferuara, dhe më kishte shkruar një letër shumë të bukur që do ta ruaj për gjithmonë, sepse unë jam njëri shumë i letrave. Dhe gjithë njerëzve për ditëlindje i kam kërkuar këtë, që nuk më intereson fare çfarë dhurate do më bëni, më shkruani atë që ju ndjeni për mua. Dhe ai më shkruajti atë që ndjente për mua, sigurisht që kisha edhe një dhuratë, po nuk ishte ajo domethënia më e madhe, por unë do ta mbaj mend gjithmonë atë letër që më kishte shkruar atë ditë dhe mënyrën se si ma dha. Unë e di që të dy edhe nuk e di se si mund t'i quajmë, nëse mund t'i quajmë Vjeri dhe Vjera, në atë klishen e asaj që mund të quajnë, po nuk e di se si ndjen ti nga afër, domethënë Sali Berishën dhe zonjën e tij. Si të uruan, jam kurioztare ta di, si të urojnë ata për ditëlindje? Se jam e sigurt që me shumë delikatezë, me shumë kulturë dhe me shumë dashuri, po si? Faktikisht marr gjithmonë mesazhe shumë të bukura për tyre. Janë të dy shumë të kulturuar dhe shkruajnë në forma shumë të bukura. Gjithmonë më dërgojnë lule dhe gjithmonë sa herë që kam ditëlindjen gjithmonë drekojmë, domethënë një ditë, atë ditë ose të nesërmen së bashku. Si mesazhet janë pak personale, por shumë të bukura, të kuruara në detajle, themi. Kalojmë pak tek çështja e bukurisë. Meqense na e ngacmuan edhe ndjekësit me komente të tipit ke bërë botox, ke bërë botox. Çfarë mund të thuash ti për rutinën tënde të bukurisë? Si e mban ti trupin, lëkurën, flokët dhe gjithçka në formë? Faktikisht, kjo është pjesa që marr aq shumë pyetje sa që nuk ja dal dot që ti përgjigjem, dua të ndihmoj gocat që më pyesin, po nuk mundem dot gjatë gjithë kohës. Ideja është që unë jam shumë e fokusuar te kjo pjesë, pikërisht sepse nuk dua të bëj ndërhyrje. Sepse të bësh ndërhyrje është shumë e thjeshtë, kurse unë dua patjetër që të jem e kuruar, dua që kur njerëzit më shohin të thonë, "Okej, kjo goca mund të jetë 30 vjeç, po duket shumë healthy dhe shumë e kuruar, shumë e shëndetshme. Dua të kem atë shkëlqim që mund ta kesh dhe 50 vjeç, nuk ka rëndësi vetëm sa rrudha ke, ngjan e kuruar e ushqyer mirë." Pikë së pari është mos abuzimi, pra gjumi, të pish shumë ujë, të hash mirë, mos hash ushqimet paketuara, mos hash ushqimet të skuqura. Unë për shembull nuk e di se kur një herë në 3 javë mund të haj diçka që është pica ose që është kështu patate skuqura ose gjëra të tilla. Mundohem për shem, nuk bëj dieta sepse dieta të shkataron fytyrën. Thjesht mundohem që të ha healthy, pra të ha shëndetshëm, avokado, të ha vezë në mëngjes ose oatmeal, në drekë për shembull mos haj shumë karbohidrate ose mos ha fare karbohidrate, ta mbaj kryesisht gjysmë kepe, le të themi, që domethënë unë mas kalorit. Dhe në këtë formë do psova sepse dhe do dobësohem akoma, sepse kam filluar mas kalorit, pra le të themi mundohem të haj më shumë proteina gjatë ditës dhe fet mirë, siç është avokado që është i shëndetshëm. Pastaj pjesa e flokëve dhe fytyrës. Sigurisht që ushtrohem, domethënë minimumi 5 herë në javë. Nuk dua që të jem absolutisht me abdominale ose ekstreme gjëra, domethënë kështu, po dua që të jem një njerëz që të jem i ushtruar, në nivelin që një femër duhet të jetë. Nuk dua të ngjaj, domethënë shumë e palestruar. Bëj pilates dhe yoga më shumë. Dhe mbasi domethënë për gjithë njerëzit se jo të gjithë kanë mundësi. Sigurisht që mënyra e tesës, pra gjumi dhe këto që përmendë janë më të rëndësishme. Pastaj vjen pjesa e kremave dhe trajtimeve. Në shumë klinika bëj trajtime, pastrime fytyre, masazh fytyre, masazh anticelulit, të cilat unë shpesh ndaj edhe në story, sepse vërtet janë trajtime të cilat unë i bëj dhe i bëj për arsye sepse masazhi tonifikon fytyrën në mënyrë që ti të shmangësh ndërhyrjet të rrudhat që mund krijohen. Edhe masazhi fytyrës dhe masazhi trupit. Gjithmonë mundohem që të përdor serume për zonat e ndryshme të trupit. Pra serume për shembull për pjesën e këmbëve anticelulit, serume për pjesën e bustit që të jetë e tonifikuar. Kremrat kryesisht me mbrojtje në mëngjes, që fytyrën ta mbrosh nga dielli sepse dielli është një ndër arsyet e plakjes.
krem serume të cilat të ruaj shkëlqimin, kolagene, acid hyaluronik, dhe në darkë sigurisht mundohem që për prap ta kem fytyrën sa më të hidratuar, sepse dhe kur flen krijohen rrudha mjastik ose në pjesën e qafës dhe gjithmonë e mbaj me shumë krem ose me vaj që të mos kem shenja gjumit për shumë kur çam në mëngjes. Kto janë tipsat kryesor. Për flokët përdor vaj kokosi, Ada Herbs, vajra të ndryshme që domethënë minimumi 2 herë në javë e mbaj flokun me vaj. Dikush mund të thotë sa para duhet të kesh që të jesh gjithmonë në formë. Si mendon? Si t'ja bësh? Ti ke një sekret, domethënë që ti ke dalë për punën e biznesit, domethënë se ti ke një biznes dhe mund të na tregosh ato anët, domethënë se thua pas kujintat e një mbajtjes së një biznesi. Tani ideja është flasim njëherë për pjesën e kësaj që pyete për pjesën nëse duhet të ketë shumë para. Për njerëzit që s'kan do përdorin gjëra bio. Do mundohen përdorin vajin e kokosit, vajin e bajameve, maska në shtëpi të cilat mund bëhen, për shembull, unë bëj një maskë flokësh me vezë, avokado, vaj ulliri, limon. Gjëra të thjeshta që i keni në internet mund t'i gjeni se çfarë mund përdorin për të ushqyer flokët dhe fytyrën. Për pjesën e biznesit sigurisht që është vështirë tani të paktën në këtë periudhë, por unë duke qenë se ndoshta nga që nuk ka shumë dyqane që kanë gjëra të cilat janë 100% autentike, kam një grup klientele që e kam krijuar ndër vite sepse dhe me biznesin tashmë kam 5 vjet. Dhe ky lloj grupi klientele ka qenë besnik dhe është besnik, kështu që është një gjë e krijuar tashmë. Sigurisht ka ulje ngritje sepse ka periudha jo të këndshme, por me mundohemi dhe nuk është se unë thjesht rri, unë gjatë gjithë ditës jam punë, bëj maile me brendet, mundohem që të kombinoj klientët që më kërkojnë ndihmë, nuk është se rri, nuk kam zgjedhur që të rri, ta fitoj lekun kot, kupton? Unë punoj për atë që dua. Pole pak më parë për një projekt që je duke punuar. Çfarë projekti është? Mund ta zbulojmë apo? Jo, thjesht nuk kam dëshirë ta zbuloj sepse nuk dua të flas para kohë. Thjesht është një projekt i im personal që është normalisht do bëhet i ditur, po duke qenë se kam mbetur çdo gjë, pezull, nuk kam qef që ta spoil, nuk kam qef që ta tregoj. E kuptoj. Armina, gjithkohës ke qenë kështu e shinjestruar. Domethënë ndonjëherë je shinjestruar edhe pa të drejtë, vetëm për shkak se je e dashura e Shkëlzen Berishës. Si e ndjer, si ke kaluar? Ke kaluar net pa gjumë, je mërzitur, ke thënë ndonjëherë që do iki, do zhduken fare se unë mërsita. Jo. Nuk kam thënë që do zhdukem sepse jo do zhdukem nga fakreve, o do zhdukem nga ky realitet, nga showbizi, nga të qenit person i famshëm. Me thënë të drejtën, jo. Sepse unë jam rritur me 2 prindër të cilët kanë qenë të 2 persona publik, jam mësuar me syrin e publikut, kam zgjedhur këtë lloj jete dhe kam marrë me shumë sportivitet, për të vetëm arsye sepse ato që më shënjestrojnë mua pa të drejtë, janë njerëz që e përdorin qartazi politikisht. Dhe për sa ko mua, domethënë, publiku më njeh me anë të rrjeteve të mia sociale, ato që do shajnë gjithmonë do shajnë, ato që do më pëlqejnë dhe do më ndjekin gjithmonë do më ndjekin. Unë se kam vrarë mendjen asnjëherë, nuk është se e them thjesht kot, më kupton? Vërtet që se kam vrarë mendjen. Mua më ka bërë madje thjesht përshtypje se më kanë ndihmuar të njoh shumë njerëz, të cilët në media janë hequr si miqtë e mi dhe pastaj kanë dalë dhe për të fituar një lek apo për të fituar një pozicion, për shembull diku, më kanë sharë mua dhe unë thjesht kam qenë se kam thënë me vete si mundet që njeriu të arrijë këtë pikë. Unë kurrë nuk jam debatuar, nuk jam konfliktuar me dikën, nuk kam sharë askënd sepse nuk mbaj urrejti. Jam një njerëz që nuk urrej dot, edhe nëse dikush më dëmton, nuk e di pse nuk e marr dot inat, nuk e urrej. Domethënë thjesht e largohem, por nuk i vuaj gjërat aq shumë. Unë vuaj vetëm 5 njerëz në jetën time me numërim. Që nëse ato njerëz mua do më thonin, do më shanin, do thonin që i kam lënduar, do më prishej zemra dhe nuk do jetoja dot. Dhe për ato 5 njerëz bëj gjithçka. Dhe nëse unë do i gëzhgënjeja ato, vetëm në atë mënyrë unë mërzita. Po kush janë këto 5? Familja ime, domethënë më e afërt, Zeni, shoqja ngushtë për shembull dhe njerëzit të cilët unë i kam
me gishta i numroje, kupton, nuk është se janë njerëz që se nuk dua të përmend emra, por janë shumë njerëz të afërt, vetëm për ato mendoj që ja vlen të mërzitem. Shumë njerëz të shohin edhe me zili në fakt. Mendon se ke qenë e zgjuar që je këtu ku je, apo fati të ka ndihmuar? Unë me thënë të drejtën, edhe pse shumë njerëz më kanë gjykuar për lidhjen me Zenin, sepse kanë thënë që okay, kjo është lidhur me për interes, ka llogaritur, etj. Ta sqarojmë mirë. Unë kam qenë një njeri që sapo jam kthyer nga misi, përveç se kam punuar gjithë adoleshencën time për të fituar lekë sepse nuk doja që të merra nga prindrit, kam bërë babysitterin, kam kërcyer me balerinat e mamit, gjithmonë kam bërë një punë. Doja të isha kamariere, domethënë gjithmonë doja të bëja një punë, mendoj që lekun njeriu duhet ta fitojë vetë. Në momentin që unë jam kthyer, i kam thënë mamit të lutem dhe babit, juve që keni një njohje, më ndihmoni që unë gjej një punë që të jetë brenda fushës modës. Dhe në momentin që unë fillova të punoja te revista, unë kam ndetur, jam smur, sepse kam ndetur ore në punë që të bëja diçka duke qenë se isha në fillestarin atë që po bëja, po punoja në një revistë mode. Dhe në këtë moment unë le të themi kam patur këtë lloj vështirësie, sepse punoja jashtë orarit për të arritur një standard dhe për të marrë një rrogë. Domethënë nuk ka qenë vetëm pjesa e lekut. Doja që të arrija një standard për veten time dhe në të njëjtën kohë shkollohesha, pra deri në orën 2 isha në shkollë dhe shkëputesha që të bëja dhe punën dhe pastaj nga ora 2 dhe deri në 4 mëngjesit, në 3 natës punoja jashtë orarit, pikërisht sepse dhe duhet shkollohesha. Dhe kur unë kam qenë 19 ose 20 vjeç, unë merra një rrogë që për moshën time nuk ishte e vogël. Në momentin që unë futa në këtë grup shoqëror ose në intervistoja njerëz të klasave të ndryshme, njihja njerëz të klasave të ndryshme, unë kam patur mundësinë që të zgjedh meshkuj që absolutisht ekonomikisht, me që njerëzit e diskutojnë këtë gjë, mund të ishin në gjendje të mirë, sa të doja. Jo vetëm për shkak të pamjes, por dhe mundësisë sepse punoja në një vend në cilin njihja njerëz. Atëherë, nuk për mua kjo gjë zerrohet, sepse nuk ka qenë për mua asnjëherë kryesore që të njoh dikë i cili të jetë shumë i pastër dhe të më mbajë mua me lekë. Unë kam qenë njëri që gjithmonë kam dashur të punoj. Fati deshi që unë të njihja Zenin. Kjo është pjesë fati që le të themi kam qenë në vendin e dur, në kohën e dur dhe kam njohur atë, i cili, le të themi, ka qenë një njeri shumë i kulturuar, ka qenë një njeri me një pozitë familjare të caktuar, dhe njerëzit pastaj kanë dashur ta interpretojnë si të duan, por nuk ka qenë kjo arsyeja pse unë jam kjo që jam sot. E kuptoj, po do na tregosh ndonjëherë se ndoshta ke rrëfyer diku po shkurt se si ku je njohur me Zenin? Po, unë jam njohur, kam thënë shumë shpesh në një grup shoqëror, në një restorant me njerëz të bashkët. Dhe nuk ka nisur lidhja me njëherë, ka nisur mbas një periudhe të caktuar kohe. Le të themi që kaluan muaj kur u ritakuan prap, filluam flisnim, komunikonim me njëri tjetrin, po nuk është se ka nisur me njëherë, pra nuk ka qenë diçka që ka nisur me njëherë, dhe absolutisht që ka pas vështirësitë e veta brenda, nuk ka qenë diçka e thjeshtë edhe për mua. Dihet. Kam parë diku, edhe kam postuar mediat që i shoqëron me zemra postimet e Zenit me fëmijët, me 2 fëmijët e tij, vajzën dhe djalin. Cila është marrëdhënia jote me ta? I dua shumë, me thënë të drejtën, sepse janë fëmijë shumë të mirë. Dhe nuk e di, po tani ato janë rritur dhe janë 15 dhe 14 vjeç dhe shkojmë si shok e shoqes, edhe unë më duket aq shumë ka kaluar, domethënë aq shpejt ka kaluar koha se që më duket sikur kam qenë 15-16 vjeç, më kalon shumë shpejt. Edhe mënyra e jetesës ka ndryshuar, tani kur je 29, e ke parasysh është akoma herët thuash që wow, jeta mama adult i rritur që edhe përshtatem me shumë, edhe me tipin tim ndoshta përshtatem me shumë dhe shkojmë jashtë mase shumë mirë. Edhe i kam shumë xhan. Shkëmbeni mesazhe me njëri tjetrin, të urojnë ato, e keni lidhjen çu apo e keni në përgjithësi? Jo, e kemi vërtet afërt, shkëmbejmë mesazhe, foto, absolutisht. Shumë, do të thënë, rrugtimin tënd duke filluar nga Misi, ke qenë Miss Albania me Vera Grabockën dhe pastaj ke qenë pjesë e disa spektakleve. E mendon ti rikthehesh edhe një herë televizionit apo të duket tani si diçka që
i përket të shkuarës? Duke qenë se je fuqizuar në biznes. Jo, absolutisht ka qenë pjesë e imja televizioni dhe është një ndër pasionet siç e thash. Në këtë pjesë hyn spektakli, aktrimi, mund të hyn shumë, domethënë gjëra, projekte, por kam dashur domethënë finalizoj disa gjëra të tjera që kam nisur dhe absolutisht që televizioni është dhe do mbetet dashuri. Sepse unë nga babi jam rritur në këtë formë, që i cili ka punuar gjithmonë televizion, edhe ashtu e kam nisur dhe unë karrierën time. Nuk mundem ta xhbëj dhe të them që jo, nuk do t'i kthem, sepse besoj që do t'i kthem. Pyesin shumë, Armina, ke motor ose vëlla? Unë e di që ti s'ke. Jo, jam fëmijë vetëm. Si është ti je fëmijë vetëm? Është më mirë se e merr gjithë vëmendjen për vete apo e ke nevojën tani se kështu ti bie që Zenin ta kesh dhe motor dhe vlla, më thua. Ta kesh vlla. Dhe unë një nga ato. Ta kesh gjithçka. Ke parasysh janë ca vajza që i drejtojnë partnerit me të gjitha këto etiketimet e mundshme. Jo, nuk është, s'ka nevojë që të kaloj deri në këtë pikë që me gjitha etiketimet tash mos të ngatrojmë gjërat. Për pjesën nuk e kam ndier pjesën motor vlla, sepse unë jam rritur e vetme dhe nuk mund të them se si do ishte po të kisha. Thjesht kam qenë shumë posesive e vogël për mamin, kam qenë shumë xheloze. Nuk pranoja fëmijë të tjerë që t'i afroheshin dhe kur më thonin që do kesh motor ose vlla do, seriozisht dhe vuaja është masë. Nuk e di si do kishte qenë nëse do e kisha patur një motor ose një vlla. Por nuk e di se do kishte qenë, por nuk ka qenë vetëm për arsyen unë. Mami me kërcim ishte shumë aktive dhe fizikisht duhet shkëputej 2 vjet nga puna që të merrej domethënë me lindjen e një fëmie, sepse kur unë linda ajo shkëput 2 vjet nga puna dhe e pati shumë të vështirë. Për këtë arsye nuk vendosën që të bëjnë fëmijë të tjerë. Kurse për sa i përket boshllëkut motor vlla, un kam njerëz miq shumë të afërt që i konsideroj mikesha, le të themi, që i konsideroj motra ose njerëz që un jam rritur që më gjeli dhe i dua pafund, ma justifikojnë këtë lloj boshllëku 100%. Me sa kam parë, ti ruan të njëjtën miqësi që ke pas kur ishe e vogël. Domethënë është e vështirë të kesh miq të rinj që vërtet u besosh diçka, duke menduar statusin, ngritjen tënde profesionale. Unë mendoj që të gjithë miqt, pak a shumë, le të themi, të gjithë miqt e ri, le të themi, i mbajnë në një relat miqësore, jo aq të ngushta ato që un kam fëmijëri, sepse deri diku shumë prej miqve të ri më kanë zhgënjur. Dhe miqtë e vjetër kanë qenë ato që i kanë mbetur kohës dhe kanë kaluar çdo lloj vështirësie pranë meje, të cilët unë kam në një moshë, disa prej tyre që 6 vjeç, disa të tjerë që 10 vjeç. Dhe është aq e hershme si miqësi, njihemi aq shumë sa që ata mua më kanë dashur për atë që unë kam qenë që e vogël. Nuk kanë qenë njerëz të cilët më janë afruar për këtë që unë jam sot. Dhe kjo për mua është treguesi më kryesor dhe unë i kam dashur, i kam vlerësuar, jemi akoma miq me ato rreth kohës dhe tregon si për mua, si për ata një stabilitet karakteri shumë të madh, sepse që të ruash një marrëdhënie kaq shumë vjeçare tregon që ti brenda këtij grupi shoqëror ke treguar vlera shumë të mëdha të karakterit. E kuptoj. Po, duke qenë se babi yt speaker lajmesh gjithë jetën, të ka treguar ndonjë sekret në botën e televizionit që të mbetesh gjithmonë i pëlqyer, një sekret që ta ka thënë duhet të bësh këtë gjë, Armina, që ti të mos konsumohesh asnjëherë në publik. Se konsumimi e dim që është një problem i madh për personazhet publik. Jo, babi ma thot gjithmonë, më thot që dëgjoj gjitha projektet qoftë televizive ose edhe këto të aktrimit që më thoje, gjithmonë ka qenë që duhet bësh o diçka saktë ose mos e bëj fare, ose ti diçka që ti do të shërbej për mirë, ose mos e bëj fare. Dhe unë për këtë arsye kam përzgjedhur me shumë kujdes pjesën e daljes time televizive. Më thënë, kjo ka qenë këshilla që më ka dhënë. Është komentuar edhe shtëpia, vila, ku jeton. Po. A mund ta dim? Kjo është pyetja e fundit. Faktikisht, unë absolutisht kanë nxjerr foto të cilat nuk kanë qenë shtëpia jonë.
Domethënë, si shumë gjëra të tjera që kanë dalë dhe kanë thënë gjëra që unë jam habitur që nga i nxjerrim, kanë marrë dhe kanë montuar edhe shtëpia të cilat s'kan qenë tona. Domethënë, unë nuk dua ta adresoj ku jetoj, por absolutisht jo lokacion, jo. Absolutisht nuk është ajo që të shohin njerëzit në internet. Domethënë, ajo që të paktën mediat kanë nxjerr. Unë nuk jetoj absolutisht në diçka të atij lloj luksi të shfrenuar që kanë bashkuar shtëpiat bashkë dhe i kanë nxjerr aty, absolutisht. Dhe bashkëtoj, absolutisht që bashkëtoj dhe kjo gjë dihet me shkëlqenin, por jo në një lloj shtëpie të atij lloj standardi që është nxjerrë nëpër media. E kuptoj. Nuk është aq luksoze, do të thuash. Po jo, ajo, domethënë kanë nxjerrë një shtëpi që s'dua ta përmendim, nuk është as e jona, edhe domethënë raste kështu ekstreme, nuk jemi domethënë njerëz të cilët jetojmë në atë lloj shtëpie, absolutisht. E kuptoj. Një nga shprehjet që më ka pëlqyer në postimet e tua, bashkëngjitur një fotoje bardhësi, ishte që dashuria është gjithmonë përgjigja. Beson tek dashuria që zgjat gjithë jetën? Po, besoj. Edhe siç e thash, duhet si një lule duhet u itur. Kërkon shumë punë që një dashuri të jetojë për gjatë gjithë jetës. Kërkon atë që thash, kërkon tolerim, askush s'është perfekt, kërkon që t'japësh shumë nga vetja, kërkon që të sakrifikosh shumë gjëra, që ti ta kesh këtë dashuri të përjetshme. Dhe por besoj te kjo gjë. Absolutisht. Ekziston ndonjë frikë që ti ke si person, ke ato fobitë tua, një frikë që ti e ke, që thua vetëm kjo s'duhet të më ndodh mua? Frikra kemi të gjithë. Mua më frikson shumë, nuk më frikson vete, asnjëherë nuk mendoj për vete, më frikson shumë humbja e njerëzve të dashur. Domethënë, çdo natë lutem për shembull që ato njerëz që dua shumë të jenë të shëndetshëm, se nuk do ta duroja dot jetën, duke qenë se kam një grup shumë të vogël dhe kam dhe familjen time, kam shumë pak njerëz në jetën time që i dua shumë dhe i vlerësoj. Dhe thjesht kjo gjë më frikson, mos t'i kem ato në jetën time, kjo gjë më frikson vetëm. Edhe domethënë, më mirë do merja përsipër që të kaloja vetë diçka, po aty mos të ndodhte gjë, kupton? Aq shumë e kam me merak këtë pjesë, do mos prindërve. Të gjithë e kanë. Nga këto lajmet e fundit do veçoja lajmin e patentës së shkëlqenit dhe një foto jotja ku ti jepje makinës dhe ai ishte pasagjer. Realisht ç'a ndodhi, se të them të drejtën, në këtë lloj lajmi kam lexuar vetëm titujt. Unë personalisht. Atëre jo, ideja është sigurisht që domethënë patenta jo është marrë, sepse ka dalë ka qenë diçka publike, nuk është se ka qenë një shpejtësi masive, por ka qenë e kaluar pak nga normaliteti, gjë që ndodh sepse shpesh autostrada e tegut është bosh në ato orar kur ne kthehemi në shtëpi, dhe mund të ketë ndodhur në një moment që mund të jetë e kaluar na ndodh të gjithëve. Nuk ka qenë e vërtet që ka patur konflikt për pjesën ashtu, sepse si gjithmonë kur nxjerret një lajm do nxjerren disa përpashtesa jo të vërteta. Dhe kam qenë shofere në shumë raste kohët e fundit. Ku që shoferja më e mirë, ti apo Zeni? Unë kam pak më shumë frikë, kështu që jam çik më eci më bash, jam pak më e kujdesshme. Kurse ai është shofer më mirë sepse ka më shumë eksperiencë në aspektin që shkojmë më shpejt në përvende, është edhe më i kujdesshëm dhe ai është i kujdesshëm praktikisht, por ka më shumë eksperiencë, nuk është çështja, kurse unë jap me çik më shumë frikë. E kuptoj. E di që ke studiuar filozofi apo jo, sociologji filozofi? Po, të shkencë sociale. Shkenca sociale dhe siç e the edhe vetë, të pëlqejnë shumë letrat, të pëlqen shumë letërsia. Cila është fraza që ti i thua vetes sa herë ndihesh pak e demoralizuar, mund të themi e mërzitur, dhe që të shërben si një moto, jo vetëm për ty, por që mund na shërbej edhe ne të tjerëve? Janë disa, por kryesorja është një shumë e thjeshtë, që është qesh sepse ti nuk ke gjitha problemet e botës mbi shpatulla. Dhe kjo do të thotë që probleme kalojmë gjithë,
thjesht duhet mundohemi të mbajmë të ruajmë pozitivitetin. Pastaj shpreh librash, kam një blog shumë të madh që kam nxjerr gjithë shprehjet e librave të mi preferuar dhe i lexoj her pas here për të ngretë pjesën e moralit edhe vazhdoj lexoj libra sepse nuk e di, më kanë ruajtur një gjë që ndonjëherë humbim, që është bota shpirtërore e pasuruar. E humbim për shkak të punës ose gjithave, po unë edhe në avion ose kur kam udhëtuar gjithmonë kam marrë një libër me veta. Thjesht për ta ruajtur këtë pjesë. E kuptoj, pasi fluturimet të rinisin, cili është udhëtimi i parë që do bësh? Milano, sepse kam showroom për punë, nuk kemi bërë asnjë furnizim për vitin tjetër dhe duhet shkojmë në atje, domethënë sepse ne gjithmonë kemi showroom të cilat i organizojnë vetë firmat. Gjithçka brenda udhëtimit, domethënë fjetjen, qëndrimin, çdo gjë, dhe ne shkojmë për zgjedhim koleksionet e ardhshme. Kështu që Milano dhe për shkak të shumë takimeve të tjera që më kanë mbetur pezur për punë të tjera, domethënë. Armina paka shumë kaloi një orë, pa unë djerë, e kupton? Do na heci muhabeti. Unë u knaqa vërtet, sepse ti ke gjithmonë një pozitivitet kur flet, i thuaj gjërat ashtu siç i ndjen, dhe unë që të njoh para famës, ose në fillime mund të jo, më njeh përpara, po. Më bën përshtypje diçka të vlerësoj shumë që ti në mënyrën se si prezantohesh dhe paraqitesh ke mbetur e njëjta, nuk të ka ndryshuar asgjë. Faleminderit. Mua më pëlqejnë njerëzit që nuk i ndryshon as suksesi, as paraja, as fama. E di çfarë mendoj, them dhe një gjë të fundit? Nëse ka një lloj njeriu të cilin unë le të themi jo e kam inat, po nuk e vlerësoj, është pikërisht ky lloj njeriu që bëhet i famshëm ose arrin diçka në jetë dhe fillon në ndërson tjerët. Ne jemi gjithë njerëz, të gjithë kemi ndjenja, të gjithë kemi rutina, të gjithë kemi shumë gjëra një lloj. Në fund të ditës fatkeqësisht të gjithë do përfundojmë në një vend të gjithë. Jeta është shumë e shkurtër. Fakti pse ti patë më shumë fat se dikush tjetër, fakti pse ty diçka të shërbye përpara më shpejt se sa dikujt tjetër, fakti pse ti në një moment ishe më i zgjuar për të kapur momentin dhe për ta shfrytzuar për të mirën tënde, nuk të bën më të mirë se sa të tjerët. Dhe për mua unë jam një lloj me cilin do person që po më ndjek këtu, unë nuk e quaj veten time që unë jam diçka më shumë se të tjerët. Nuk e quaj, thjesht nuk e quaj. Unë nuk e perceptoj pse unë duhet kaloj një radhë për të bler diçka ose një radhë diku tjetër, ku gjithë njerëzit po presin, vetëm sepse unë kam diçka më shumë se sa të tjerët në aspektin qoftë fame, qoftë deri diku pak më shumë financiar, nuk e perceptoj fare kështu. Dhe s'do ta perceptoj kurrë këtë gjë. Bravo, sepse kjo është një vlerë, ta them me sinqeritetin më të plotë. Unë nuk knaqa, shpresoj të takojmë në një intervistë tjetër. Të uroj gjithë të mirat e botës. Do kështu që se je më mirë s'ka ku të shkoj. Faleminderit, edhe ti je shumë më mirë dhe e dashur si gjithmonë. Të përqafoj, edhe shpresoj të takohemi së shpejti. Po. U kënaqem. Ciao. Ciao.